Me që se Lajert Vasili ka hyrë në Big Brother, ka hyrë edhe një mikesha tjetër e jotje, artiste, Rozana Radi. Po, për mua, Rozana Radi, pavarësisht se Lajerti e kam mik, por për mua Rozana meriton ta fitojë atë Big Brother sepse është Pse e shikon Big Brotherin atë? Në qenë kohë, edhe pse i lodhur gjatë ditës, që të jesh me hallet e popullit të prostitutave. Jo, po se jam gjithë ditën me hallet e popullit, se jam dhe me hallet e mia. Jam dhe me hallet e mia, kështu që gjithë ditën jo. Pjesë të halleve tua ke edhe parin e Big Brotherit. Bravo. Po e shikoj që më del aty në A do vet ndonjëherë të dhoma rrëfimit që dëgjoni rrëfim tyrin? Po, se nga terminologjia kishtare kanë marrë atë termin dhoma rrëfimit. Po, ai të vende atje, të vende Lajerti për shembull, ja kjo mund të ishte një surprizë tani që se mos Lajerti, gjithë ato aty. Të ve Lajerti dhe dhoma rrëfimit se vllai i madh i komunikon diçka të gjej atin e vet shpirtërore atje duhet. Si do rajë Lajerti? Jam e sigurt që do të ulet në një do prekësh, siç të shulur atje tek. Jo, atje kishte për detyrë të ulesh.